Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur keni mungesë të vitaminës D, trupi ju jep këto shenja, dëgjojeni urgjent. Nëse nuk keni bërë një analizë gjaku kohët e fundit, ka disa shenja të cilat janë paralajmëruese dhe mund t'ju japin një tregues se keni nevojë për një dozë shtesë. Lodhje dhe rastkapitje kronike. Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhur pa ndonjë arsye të dukshme, edhe pasi të keni pushuar, faj mund të jetë vitamina D. Shumë njerëz me mungesë të rëndë raportojnë në lodhje të rëndë dhe cilësi të dobët të gjumit. Dhimbje muskujsh dhe kockash. Vitamina D ndihmon në përthithjen e kalciumit. Kur mungon, trupi jon ka vështirësi në forcimin e muskujve dhe kockave. Rezultati që ju do të keni janë dhimbje të kyçeve, dhimbje shpine dhe kocka të brishta. Rënja e flokëve. Mungesa e vitaminës D mundet që të ndikojë në ciklin jetësor të folikulave të flokëve. Në disa raste ajo sigurisht shoqërohet edhe me alopeci dhe rritje të rënjes së flokëve. Viruset dhe infeksionet e shpeshta. Vitamina D është thelbësore për funksionimin e dur të sistemit tuaj imunitar. Në qoftë se ju sëmureni shpesh, sistemi juaj imunitar mund të dobësohet për shkak të mungesës së kësaj vitamine. Depresioni dhe çrregullimet tuaja mendore. Ulëmtimet kanë treguar se niveli i ulët i vitaminës D shoqërohet me depresion, ankth dhe çrregullim afektiv sezonal. Në qoftë se ju ndiheni të trishtuar ose të stresuar pa ndonjë arsye, atëherë ja vlen që ju të bëni testin. Sipas ekspertëve, vitamina D njihet gjithashtu edhe si vitamina e diellit dhe ajo është një domosdoshmëri për funksionimin e përgjithshëm të trupit tuaj. Vitamina D nuk është menduar vetëm për kockat dhe dhëmbët, por gjithashtu ajo luan një rol tepër të rëndësishëm edhe në thithjen e magnezit dhe fosforit dhe gjithashtu forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Parandalon edhe sklerozën e shumëfisht, sëmundjet e zemrës dhe infeksionet bakteriale ose virale dhe shumë më tepër. Mungesa e vitaminës D është njëkohësisht mjaft e përhapur këtë ditë. Shumica prej nesh vuan nga kjo ose njohim dikë që të paktën ka mungesë të vitaminës D. Faktori i cili çon në mungesë të vitaminës D janë aktivitetet të kufizuara në natyrë dhe mbrojtja nga dielli gjatë gjithë kohës. Sigurisht, këtu ne do t'ju tregojmë një listë të gjitha shenjave dhe simptomave kryesore të mungesës së vitaminës D. Nëse vini re ndonjë prej tyre, nxitoni tek mjeku dhe të ekzaminoheni. Muskujt e dobët dhe kockat. Të gjithë ne e dim se vitamina D është një domosdoshmëri për kockat, muskujt dhe dhëmbët. Nëse keni kocka të ndjeshme ose dhimbje të muskujve, kjo mund të jetë një shenjë që ju nuk po merrni mjaftueshëm vitamin nga dielli. Sipas ekspertëve mund të keni dhe ndjenjën e lodhjes ose të depresionit. Nëse vazhdimisht ju po ndjeni të lodhur ose në depresion, atëherë patjetër që duhet të bëni testin e vitaminës D. Studiuesit kanë zbuluar se gratë me nivele tepër të ulta të vitaminës D kanë më shumë gjasa që të ndihen në depresion ose të luftojnë me ndjenja të thella të trishtimit sesa gratë me një nivel të lartë të vitaminës D. Ndjeshmëria e dhimbjes. Ndjeshmëria e cila lufton me dhimbje kronike shpesh ka nivele jo adekuate të vitaminës D. Po vuani nga një migrenë kronike dhe mungesa e vitaminës D gjithashtu mundet që të shkaktojë këtë problem. Nëse vuani nga dhimbjet kronike, ju mund të keni nivele të ulta të vitaminës D. Ëndja. Njerëzit me nivele të ulta të vitaminës D kanë më shumë mundësi që të vuajnë nga ëndja, skuqja dhe gjakderdhja e mishrave të dhëmbëve.
Presioni i lartë i gjakut, mungesa e vitaminës D është njëkohësisht shumë e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Kur nuk merrni mjaftueshëm vitaminë D, kjo do të rrisë rrezikun e hipertensionit. Hipertensioni e detyron në zemrën që të punojë më shumë, duke rritur kështu rrezikun për goditje në tru. Kur nuk merrni mjaftueshëm vitaminë D, gjithashtu ju mund të keni edhe sëmundje të zemrës. Lodhja dhe përgjumja. Njerëzit me nivele tepër të ulta të vitaminës D i mungon energjia gjatë ditës dhe mund të kenë një ndjenjë të vazhdueshme të lodhjes. Luhatje humori. Vitamina D luan një rol edhe në prodhimin e serotoninës, ka një ndikim vërtet të domethënës në gjendje shpirtërore. Nëse jeni duke ndryshuar humor të pazakont, vlerësoni nivelin tuaj të vitaminës D. Mbi pesha. Vitamina D është një vitaminë e tretshme në yndyrë e ruajtur në qelizat tona yndyrore. Njerëzit të cilët janë mbi peshë kanë nevojë për më shumë vitaminë D. Ajo gjithashtu çon edhe në rritjen e shpenzimit të energjisë, një mekanizëm i humbjes së peshës. Studimet kanë raportuar vazhdimisht një rrezik të shtuar të mungesës së vitaminës D tek ata të cilët janë të shëndosh. Djersitja e kokës. Djersitja e tepërt e kokës është një shenjë zakonshme e hershme e mungesës së vitaminës D. Në fakt, mjekët zakonisht për këtë arsye pyetnin nënat e reja për djersitjen e kokës tek të porsalindurit. Alergjia. Vitamina D adekuate mund të zvogëlojë alergjitë. Një studim i bërë me mbi 6.000 individ tregoi se njerëzit me nivele të ulta të vitaminës D janë më të ndjeshëm ndaj alergjive. Ju mund të përmbushni dozën tuaj ditore të vitaminës me anë të ekspozimit të drejtpërdrejt nga dielli për të fituar më shumë vitaminë D. As në mëngjes dhe as në mbrëmje rrezet e diellit nuk janë të mira. Koha më e mirë është pikërisht mesdita. Rrezet ultraviolet të dritës së diellit janë konstante gjatë gjithë kohës, por rrezet ultraviolet të cilat kërkohen për zhvillimin e vitaminës D janë të larta në mesditë, kështu që këshillohet që të përdorni diellin për t'u furnizuar me maksimumin e vitaminës D. Nga ana tjetër, ju mundet që të konsumoni edhe këto ushqime. Salmon dhe peshqit yndyror. Si fillim, peshqit yndyror të rritur në oqeane janë burime të pasura të vitaminës D, por është problemi pasi peshku yndyror duhet të rritet natyrshëm dhe njëkohësisht të merret në oqean. Mishëviçi. Mishrat e organeve janë një nga burimet e rralla të ushqimit të pasura me vitaminën D. Ato përmbajnë një gamë të plotë të vitaminave të tretshme në yndyrë A, D dhe K2 si edhe vitaminën B. E verdha e vezës. Vitamina D gjendet vetëm tek pjesa e verdhë e vezës dhe jo tek e bardha, por ju duhet që të konsumoni të tilla për të marrë sasinë e duhur të vitaminës D. Kërpudhat. Fuqia e kërpudhave do t'ju mahnisë. Ju mundet që t'i gatuani ato në mënyra nga më të ndryshme dhe gjithmonë do të jenë një pjatë e shëndetshme dhe njëkohësisht e shijshme. Mirë po, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Këto informacione kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.